Ish ministri i mjedisit Lefter Koka është liruar nga gjykata e posaçme pas 4 vitesh paraburgim, një vendim që shënon një moment të rëndësishëm në procesin gjyqësor që ka ndjekur për inceneratorët e qyteteve kryesore të Shqipërisë. Koka kishte paraqitur kërkesën për shuarjen e masës së sigurisë arrest me burg lidhur me çështjen e inceneratorit të Fierit, e vetmja ngarkesë gjyqësore që mbetet ende aktive ndaj tij, për cilën gjykata e lartë ka urdhëruar rigjykim. Për inceneratorin e Elbasanit, gjykata e Durrësit kishte vendosur më parë lirimin e kokës me kusht, ndërsa për inceneratorin e Tiranës dënimi i konsiderohet i shlyer nga koha e paraburgimit që ai kishte kryer. Lefter Koka ka mbajtur postin e ministrit të mjedisit gjatë periudhës 2013-2017 dhe është dënuar me 6.8 vite burg për inceneratorin e Elbasanit dhe 3 vite për inceneratorin e Tiranës. Lirimi i tij shënon përfundimin e qëndrimit në qeli për çështjet e tjera të inceneratorëve dhe i hap rrugë për përgatitjen e rigjykimit të inceneratorit të Fierit. Avokatët e tij shprehen se ky vendim është një hap i rëndësishëm drejt drejtësisë dhe zgjidhjes përfundimtare të dosjeve që lidhen me aktivitetet e tij gjatë kohës si ministër. Vendimi gjithashtu ka sjellë reagim publik ku disa analistë dhe politikanë shprehin pritshmëri për zhvillimet e mëtejshme në këtë dosje, ndërsa fokusi mbetet tek procesi i rigjykimit në gjykatën e lartë që do të vendosë përfundimisht fatin e inceneratorit të Fierit.